Një 35 vjeçar kishte vdekur para më shumë se 6 viteve në spitalin e Edinburgh Royal në Skotland, siç raporton The Guardian. Ama Anna McDermott beson se djali i tij kishte vdekur nga mbidoza e Xanax. Ajo tregoi se i biri Scott kishte përdorur drogë që nga mosha 17 vjeçare, mirë po asnjëherë nuk ishte bërë për spital. Sipas saj, vetëm kur hyri në lojë Xanax, Scott filloi të kishte probleme të theksuara e si pasojë vdiq. Ditë pas vdekjes së Scott, policia skocise kishte lëshuar një paralajmërim mbarkombëtar për marrjen e barnave që nuk ishin përshkruar në mënyrë profesionale dhe përzierjen e barnave me recetë me substanca të tjera, duke vënë duke se kishin identifikuar një trend në rritje me abuzimin e Xanax, raporton The Guardian. Duket se vdekja tragjike e 35 vjeçarit anglez nuk ishte rasti vetëm si në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu edhe në çdo cep të botës. Kjo nga se, siç kishte raportuar BBC, në shkurt të 2019-s, të paktën 204 vdekje ishin lidhur me keqpërdorimin e Xanax në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2015. Një tjetër rrezik i madh është kombinimi i Xanaxit me alkool ose substanca narkotike, që mund të ndikojë në probleme të shpeshtuara të frymëmarrjes, duke quar edhe në fatalitet. Me keqpërdorimin e kësaj substance, e cila po del të jetë lehtësisht e qasshme por vdekjeprurëse në shumë raste, me një kërkim fare të shpejt në platformën Wikipedia, shfaqet kategoria vdekjes të cilat kanë ardhur si pasojë e mbidozës nga Xanax, emrat e njohur si sportist, muzicient, modele e këngëtar.